Në një hap historik për sportin kosovar, Federata Basketbollit të Kosovës ka lancuar politikat e para gjithëpërfshirëse për mbrojtje në sport. Projekti Safeguarding the Future, i mbështetur nga Erasmus+, solli 13 dokumente udhëzuese për mbrojtje dhe integritet, të përputhshme me ligjet e Kosovës dhe standardet ndërkombëtare. Në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar nga Estonia, Bullgaria dhe shoqata e trajnerëve të basketbollit të Kosovës, këto politika u lancuan zyrtarisht në forumin Mbrojtja fillon me ne, i cili u mbajt në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në Prishtinë. Një politikë mbrojtje dhe 12 dokumente të tjera përcjellëse të cilat e shpjegojnë në detaje se secilin veprim të secilit akter që është i përfshim në një ndeshje të basketbollit. Po kështu nuk po atakojmë vetëm trajnerët, nuk po atakojmë vetëm prindërit, nuk po atakojmë vetëm zyrtarët, nuk po atakojmë askënd. Është e rëndësishme për neve që të gjithë këta të përfshiret me ditë se si me usill edhe me qenë të mbrojtur secili prej tyre. Organizatave tona të legislative të tyre dhe gjësi është të sigurt se ne kemi kërkuar të trajtuar dhe që kemi për kushtëm maksimal për sigurim të integritetit të mbrojtjes sportit të gjithë personave. Ja, klasë bez shanse të qëllim në rritë para që për i vëllësin të integritetit dhe brigara dhe kona, dhe personave për para kona dhe në integritetit dhe kona, dhe shpërfysin që formën të mbrojtur, dhe të ne kemi kryu jemi të parë që të ju një mekanizëm për mes sëndimit të zërbarit të gjesë të mbrojtur dhe investitet, për të siguru të fajtë shpërfysin. Qëllimi kryesor i këtyre dokumenteve është të shërbejnë si udhërrëfyes për ndërtimin e një kulture të re sportive në Kosovë. Ky projekt ka një rëndësi të veçantë, e para është që për herë të parë një entitet sportiv, në këtë rast Federata e Basketbollit të Kosovës, është si koordinatore e projektit Erasmus+. Kjo është me të vërtet edhe knatësi për ne si zyre Erasmus+ me pas këtë sukses në Kosovë, po edhe në anën tjetër është sukses i veçantë për komunitetin e sportit në përgjithësi. Në forum u prezantua edhe lancimi i platformës për raportim online, ku sqaruan konceptet kyçe dhe parimet e mbrojtjes, mënyrat e raportimit dhe trajtimit të rasteve të mundshme të abuzimit apo shqetësimit. Kjo është një arritje shumë e madhe për komplet komunitetin e basketbollit, sepse besoj që po nisem për prizmit si prindi, si trajneri, si lojtari, si lojtarja, si zyrtarët ose stafi i klubeve të basketbollit të Kosovës, e din që janë të mbrojtur, e din që ka një bazë zyrtare, ligjore e cila i mbron ata. Mendoj që kjo është e mira e sajna, në anën tjetër gjithashtu unë do të përqendrohem pak në prezantimin tim edhe në pjesën se qysh shkon procesi i hetimit të një rastit, kush ka me u marrë me ata, por gjithashtu edhe me çfarë lloj sanksionesh mundet me u përballë dikush në rast se në këtë rast kemi ndonjë parregullsi ose ndonjë shkelje të integritetit. Këto politika të mbrojtjes forcojnë besimin, transparencë dhe llogaridhënien në marrëdhëniet mes pjesëmarrësve në sport. Ka qenë punë, ka qenë rrugtim shumë i gjatë, me shumë sfida mirë, po kur angazhimi nuk mungon, kur dëshira shumë e madhe, çdo gjë është e arritshme. Po një gjë e tillë është obligative, domethënë nga FIBA dhe nga Bashkimi Evropian edhe është e domosdoshme të bëhet. Herët e avon gjitha federatet duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Tani edhe federata tjera e kanë më të lehtë sepse e kanë një model, domethënë çush është punuar mirë, po secila prej tyre inkurajoj që ta vazhdojnë sepse çdo individ, çdo sportist duhet të njihet i sigurt në vendin ku e praktikon atë sport. Motoja mbrojtja fillon me ne përfaqëson jo vetëm emrin e forumit, por edhe angazhimin e vazhdueshëm të komunitetit të basketbollit për të ndërtuar një sport më të drejtë, më të ndershëm dhe më të sigurt për të gjithë.